Si rezultati i kontrolleve të kryera në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve të DVP Berat arrestuan shtetasin me iniciale SD 40 vjeç, sepse gjatë kontrollit fizik u gjet një sasi lëndë narkotike kanabis sativa e ndarë në doza me qëllim shitjen, si dhe një armë gjahu, një armë me ftohtë dhe municion luftarak që u sekuestruar me cilësinë e provës materiale. Si rezultati i kontrolleve të kryera në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Kuçov kapën dhe vunë në pranga shtetasin e shpollën në kërkim me iniciale KO 40 vjeç, banues në Kamës. Gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Berat i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vjedhja, sepse dyshohet se në vitin 2021 ka vjedhur një automjet në Kuçov. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat për veprime të mëtejshme.